Unë e thëm haptas dhe qartë. Ka njerëz në Kosovë që s'mendojnë si unë. Është në drejtën e tyre. Ka njerëz në Kosovë që s'ju pëlqej. Është në drejtën e tyre. Ka njerëz që s'u votojnë. Prapë është në drejtën e tyre. Po nuk do të thotë ata janë të këqij. Nuk unë voto mushte. Jo. Plot njerëz njoh dhe rri me ta që nuk unë votojnë, po janë njerëz të mirë. Janë njerëz të mirë. Andaj këtu duhet me i nal. Po mendoj që zotit Kurti leqës po i mjafton qeveria, kuvendi, presidenti. Ati po nevitet edhe prokuroria. Po nevitet edhe gjyqësori. Edhe gjykata kushtetuese. Edhe gjykata kushtetuese. Edhe media. More gjithçka me pas kontroll. Edhe bizneset. Nuk është zoti Kurti që ka një farë distancimi shumë të madh me bizneset. I ka do për qefi. Edhe ofër i ka. Sigurisht. Me këtë gjitha gjonat i ka ofër. Po, disa të tjerë i linçon, i ofendon, i qunë me terma që, me të thotë të drejtën, nuk e di bile e din çka janë ato terma me të cilët i quajnë. Prandaj, sun ndaj bizneseve, sun ndaj opozites, sun ndaj mediave, për më tepër, ka shkuar larg, sun edhe ndaj partnerëve tonë strategjik. Dhe du të më nalë kjo.